Përshëndetje, receta e sotme është një supë e thjeshtë me pak përbërës dhe tepër e shijshme. Vazhdo me përgatitjen. Si fillim, marrim 400 g mish viçi dhe I hedhim 1 litër ujë të nxehtë. Unë në këtë rast nuk e skuq mishin e viçit, por nëse dëshironi mund ta skuqni me pak vaj më përpara dhe më pas t'i hidhni ujin e nxehtë. Pasi mishi ka zier, e vendosim në një pjatë dhe më pas lëngun e tij do ta akullojmë në një tenxhere tjetër. Mishin e ndajmë në copa të vogla dhe më pas e hedhim tek lëngu. Në një enë hedhim 5 lugë kos, 1 të verë dheze, 1 lugë limon, lëng limoni, 1 gotë ujë dhe 2 lugë miell. Të gjithë përbërësit do t'i përziejmë mirë dhe më pas masën do ta hedhim tek lëngu I mishit. Në fillim marrim pak lëng dhe ja hedhim tasit, në këtë mënyrë nuk do të na pritet veza. Më pas masën e hedhim tek lëngu dhe e trazojmë mirë. I hedhim pak krip dhe e lëm të ziejë për 5 minuta. Hedhim 5 gram gjalp dhe e lejmë të shkrijë dhe më pas do të hedhim 1 lugë kafe piper të kuq. E skuqim fare pak piperin e kuq duke pasur kujdes që mos na digjet, pasi piperi digjet shumë shpejt. Më pas ja hedhim supës. Tashmë, supa është gati për ta konsumuar. Nëse e provoni ju bëf të mirë. Një supë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.